Ju faleminderit prezantues të ndershëm. Të nderuar vëllezër dhe motra, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit mëshiruesit, mëshirëbërësit. Mirë se keni ardhur sonte në këtë event madhështor dhe të veçantë, ku shpirti dhe zemra frymojnë shqip, ku qëllim parsor është dëshmia se me lejen e Zotit të Madhreshëm kemi vullnet dhe forcë që gjërat që i mendoj mund t'i shndërrojmë në arritje dhe sukses, por vetëm me një kusht, në qoftë se jemi së bashku. Të nderuar të pranishëm, në një hadith të pejgamberit alayhis salam thuhet: ndërtuesit e xhamive janë të dashurit e Zotit të Madhreshëm. Vërtet pjesëmarrja juaj këtu sonte nuk është e rastësishme. Ju jeni pikërisht ata që Zoti i Madh i zgjodhi përmes të cilëve do ta bëjë të mundur përmendjen e emrit shqiptar, edhe në të njëjtën kohë ruajtjen e fesë tonë në Kanada, së paku edhe 100 vjet. Zoti i Madhreshëm thot, vërtet, xhamitë e Zotit i ndërtojnë ose përkujdesen për to vetëm ata që besojnë Zotin ditën e gjykimit dhe ata që e përkujtojnë atë pandar. Muhamedi alayhis salam lidhur me këtë thot, kushdo që ndërton një xhami për hir të Zotit, ai do t'ia ndërtojë atij një shtëpi në xhennet. Këtë qendër islame shqiptare, me lejen e Zotit të Madh, do ta shijojmë sa jemi gjallë. Ne së bashku me familjet tona, por se kontributi ynë do të jetë dëshmitar për neve edhe në botën e amshushme, duke na bërë prej të shpëtuarve dhasht Zoti ynë. Në hadithin e vijim thuhet: ato gjëra që përcjellin besimtarin prej veprave të mira pas vdekjes janë dituria që e ka shpërndar apo mësuar të tjerëve, fëmiu i devotshëm që lutet për të, libri që e lë pas vetes, xhami që ka ndërtuar, shtëpi për njerëzit kalimtar, lum ose punar që e hap, sadaka që e jep nga pasuria e tij në shëndetin dhe jetën e tij, të gjitha këto do e përcjellin ato deri në ditën e gjykimit. Nuk harrojmë se përmendurit të gjitha ata që u bën sebeb që ne të kemi themele të forta për të ngritur tutje. Imamin e parë, Recep Efendi Asimin, Sejid Aliun me të vëllan, të shoqen e tij Meri Kerimin, familjen Kulla, Ibrahimin me vëllezër, e shumë të tjerë të cilët mbajtën gjallë xhamin tonë dhe na e bartën neve. Falenderojmë të gjitha kryesitë e xhamisë që kanë udhëhequr këtë tempull të shenjtë, ku mundi, koha dhe sakrifica do u shpërblehen si këtu, ashtu edhe në botën tjetër. Të nderuar vëllezër dhe motra, vërtet, blerja e kësaj qendre islame shqiptare është jetike për komunitetin tonë, jo vetëm për shqiptarët musliman, por edhe për vëllezërit tanë, qofshin ata katolik apo ortodoks, sepse kjo vatër do të jetë pikë takimit të gjithëve, pa dallim, dhe në të do të valoj flamuri shqiptar të cilit i përkasim të gjithë ne. Qendra jonë Qendra jonë e Përbashkët Shqiptare Islame e Torontos do të shërbej si objekt kulturor. Në të do të manifestohet kultura shqiptare, doket dhe zakonet tona. Do të jetë vend takim për evente të ndryshme, qoftë për aktivitete shoqërore, sportive, arsimore, organizim të gëzimeve të ndryshme familjare, vendfalje, kremtime të bajrameve, festave kombëtare e shumë aktivitete të ndryshme të cilat do t'i bëjmë së bashku inshallah. Prandaj, lumë për atë që Zoti ka dhënë pasuri dhe shpenzon atë në projekte të tilla. Vëllezër dhe motra, ditët kalojnë, jeta kalon, por veprat e mira mbesin përgjithmonë. Ne si shoqëri shqiptare islame, nga ajo që mbaj mend për të parët tanë që kanë jetuar këtu në Kanada, dhe janë vetëm veprat e tyre, objektin pra që e kemi tanë. Edhe neve do të na vi koha kur nuk do të jemi më. Qendra do të vazhdoj të ekzistoj, e neve do i kemi edhe shpërblimet nga i Madhi Zot inshallah. Edhe pasardhësit tanë do të mburren me ne. Ata do të thonë,
Zoti mëshiroft prindërit tanë që menduan për ne, si dhe puna jonë do t'jetë motiv, edhe për ata që vazhdojnë tutje të ruajnë gjuhën dhe fenë e tyre gjenerat pas gjenerate. Shumë e rëndësishme është që ne të pastrojmë niyetin ose qëllimet tona, të bëjmë punën për hatër të Zotit dhe për hatër të familjeve tona, jo për mburje, krenari, sepse në një hadith thuhet vërtet veprat shpërblehen sipas qëllimit. Ti kujtojmë vëllezërit tanë Arbresh dhe ata në Turqi. Vetëm me organizim, bashkëpunim, sinqeritet dhe sakrificë arritën që sot e kësaj dite t'i ruajnë traditat, do këtë zakonet e tyre. Ndoshta jo 100%, por të paktën nuk u tretën krejtësisht. E ne i kemi mundësit shumë më të favorshme. Jetojmë në kohën e teknologjisë, në kohën e mundësive të shumta, që nëse i shfrytëzojmë dhe nëse kemi vullnet, do t'i ruajmë këto tradita brez pas brezi një kohë bukur të gjatë. Ta kemi një konsiderat se Zoti i Madhreshëm është me gjematin, do më thënë me shumicën dërmuese të njerëzve, kur ata kanë një qëllim të hajrit ose të mirë. E ne sonte po dëshmojnë se e kemi në këtë qëllim. E ky është të bëjmë realiten objektin e ri të kësaj qendreje. Ju faleminderit të gjithëve, Zoti ju nderoft dhe begatoft me të mirat e tij. Na ruajt familjet tona dhe na bëft prej vetë për mirëve. Zoti na ndihmoft dhe bekoft shqiptarin anën ban trojeve tona. Ju faleminderit shumë, faleminderit për vëmendjen.